Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Ilaria Sula, 22 vjeçarja nga Qerma e Sipërme, që jetonte prej vitesh në Itali me familjen, është gjendur e pajet në periferi të Romës brenda një valigjeje. Është arrestuar i dashuri i saj filipines nga policia italiane. Ilaria Sula, 22 vjeçarja që mungonte prej 25 marsit, është gjendur e pajet në periferi të Romës ku edhe studionte. Shoqet e dhomës së saj ngritën alarmin pasi nuk ishte kthyer dhe policia, pas disa ditësh kërkime, e ka gjetur pajet trupin e saj të mbyllur në një valigje e të hedhur në një gremin. Policia italiane deklaron se ka arrestuar ndërkohë ishte dashurin e saj dhe po punon për zbardhjen e veprimeve që quan në vrasjen e më pas zhdukjen për disa ditë të trupit të saj. Ilaria Sula, 22 vjeçe, banonte në Itali me familjen prej vitesh ndërsa janë me origjinë nga Qerma e Sipërme. Sipas të afërmëve të familjes Sula, familjarët jetojnë prej vitesh në Itali ku janë integruar në jetën sociale e ekonomike të vendit fqinj. Vdekja e saj ka lënë pa fjalë të afërmit e Flamur Sulës, babait të Ilarias. Ata jashtë kamerave pohojnë se kanë qenë familjar të rregullt dhe banesa e tyre në buzë të rrugës nacionale rreth rrotullimit Qermës Divjak është e mbyllur pasi jeton prej disa vitesh në Terni të Italisë, rreth 100 kilometra nga kryeqyteti i Rom, ku vajza studionte. Të afërmit gjithashtu thonë se familja kthehej në banesën e tyre në Qermë vetëm gjatë periudhës së verës. Ende nuk dihen nëse familjarët do të sjellin trupin e vajzës së tyre për ta përcjellë në banesën e fundit në Qermë të Sipërme apo do t'i kryejnë shërbimet mërtore në Itali, aty ku punojnë e jetojnë prej vitesh. Sot është dita botërore e autizmit. Në qendrën e fëmijëve me aftësi ndryshe në Fier, rastet shtohen çdo vit. Në ditën botërore të autizmit, shqetësim është rritja e rasteve të fëmijëve të diagnostikuar me çrregullime të spektrit autik. Edhe në qendrën e fëmijëve me aftësi ndryshe në Fier, nga viti në vit rastet shtohen. Sipas drejtorit të qendrës Endri Lulaj, aktualisht numri i fëmijëve autik që trajtohen është 23, 3 prej të cilëve janë regjistruar vetëm brenda javës së kaluar. Nga viti në vit, fëmijët që trajtohen në qendrën Horizont, që trajtohen me spektrin autizmit, ka ardhur në rritje. Ku në vitin 2022 kanë qenë 15 fëmijë, në 2023 16 fëmijë, në 2024 20 fëmijë. Vetëm javën e kaluar kemi pasur 3 raste të reja në komision, të cilët vlerësohen nga specialistët tanë edhe fillojnë të trajtohen. Qendra Horizont ofron shërbim për të gjithë bashkinë e madhe të Fierit, ku kryesisht janë pjesa më e madhe fëmijëve, por dhe për bashkinë Patos, Roskovec, Mallakastër. Pjesa më e madhe fëmijëve që trajtohen në qendër i përkasin gjinies mashkullore, ku kryesisht bëjmë pjesë spektri autizmit, sindroma Down dhe të gjithë diagnozat e tjera. Mospranimi nga ana e prindërve mbetet një problem shqetësues për psikologen Lumturi Vruho. Sipas saj, sa më shpejt të pranohet nga prindi fakti se fëmia e tyre ka sjellje jo normale, kaq më rezultative do të jenë dhe etapat e zhvillimit nëpërmjet terapive të specializuara. Do doja shumë që prindit të ndërgjegjësohen dhe ta pranojnë, ku shikojnë disa etapa të zhvillimit të fëmijëve që nuk janë të rregullta, ose mund të themi nuk janë normale. Për shembull, në 18 muajsh, fëmia mund t'japë buzëqeshjen e parë sociale, mund të vendosë kontaktin pa marrë, mund të përqendrohet në diçka që mund t'i japësh. Nëse ti shef që nuk i bën këto gjëra, atëherë kuptojmë që diçka nuk ecën mirë. Dhe menjëherë do të jemi të interesuar të konsultohemi me mjekun pediatër, të bëjmë një vlerësim dhe pastaj mund të ofrohemi të bëjmë biseda dhe konsulta me specialistët përkatës. Ndërkohë punojësja sociale Irena Muçaj ka theksuar faktin se puna integruese me fëmijët e spektrit autik dhe bashkëpunimi me qendrën e formimit profesional ka bërë të mundur edhe punësimin e 3 prej tyre. Unë dua të mësoj shumë faktit procesit të integrimit dhe përshtatjes që kanë të rinjt jashtë qendrës. Qëllimi kryesor i qendrës dhe është sidomos punësimi i të rinjve. Ne kemi bërë të mundur në sajt të gjitha këtyre aktiviteteve integruese dhe terapive të lartë përmendura të punësojmë të rinj nga qendra Horizont dhe kjo është histori suksesi. Mund të përmend 3 raste. Njëri është i punësuar në rroba qepsi, tjetri është i punësuar në një mens në një shkollë private, por ajo që mua më emocionon më shumë dhe më bën të ndihem vërtet krenare për këtë punë të madhe humane që bëjmë është që një ish nxënësi im sot është kolegu im i ngushtë dhe është i barabartë me mua. Kjo është historia e suksesit dhe e ecurisë së qendrës Horizont. Ndërkohë, përveç mesazhit për prindrit, apeli nga punojësit e kësaj qendre është edhe për gjithë shoqërinë, e cila për fat të keq ndaj kategorisë së fëmijëve me aftësi ndryshe është bullizuese.
Ata kanë bërë thirrje për pranim dhe mbështetje, në mënyrë që këta fëmijë të mund të japin më të mirën e tyre. Në mbledhjen e djeshme të Këshillit Bashkiak u diskutua edhe privatizimi i klubit të futbollit të Lushnjës. Ofertat për privatizimin e tij u mbyllën më 1 prill. Këshilli Bashkiak që u mbajt dje u shoqërua me debate rreth temave të ndryshme që u trajtuan. Njëra prej tyre ishte edhe ajo për procesin e privatizimit të klubit të futbollit të Lushnjës. Kryetari i grupit të opozitës Klement Çela kërkoi një analizë tani që po vjen fundi i sezonit, pasi nuk do që ta shikojë të renditet i fundit. Për sa i përket klubit të futbollit, kam pyetje të vazhdueshme nga qytetarët, çfarë po bëhet me procesin e privatizimit dhe a ka ndonjë analizë për sa i përket situatës në të cilën ndodhet Lushnja sot, sepse realisht besoj e keni parë nuk është se e kam sa për fasadë. Unë jam një sportdashës që e kam ndjekur dhe e ndjek Lushnjën. Nuk e fuz veten te specialistët si shumë tjerë, por jam një sportdashës që ndjek. Dhe normalisht ndoshta në fillim të sezonit e kishim të vështirë të parashikonim objektiva, por ama tani që po i vjen fundi i sezonit, jemi në gjendje që të bëjmë një analizë rreth pritshmërive që kemi pas dhe sa i kemi realizuar dhe si do ta mbyllim deri në fund të sezonit. Sepse me të vërtet, ndoshta me ndrimin e trajnerit ndryshoi pak situata, por ama rrezikojmë përsëri që Lushnja të shkojë në batakun e 2-3 viteve të fundit. 1 prilli ishte data e fundit për pranimin e ofertave për privatizimin, por deri tani nuk ka asnjë të interesuar, tha kryetaria Sefa. Deri tani nuk ka pasur asnjë të interesuar që të mund të blejë aksionet e klubit të futbollit. Ashtu siç e parashikon ligji, ne do të vazhdojmë ta hedhim procedurën për privatizimin e saj dhe të shpresojmë që mbase ka të interesuar, sepse ashtu si ju dhe unë do doja që kishte një president ai klub që mund të përgjigjej ekonomikisht për ta ngritur në nivelet që duan qytetarët e Lushnjës. Për sa i përket një analize të mirëfillt që ju doni për klubin e futbollit, në muajin qershor do t'ju paraqitet një material që miratohen edhe bilancet dhe buxheti i klubit të futbollit dhe pjesë të saj do t'ju bëjmë dhe një analizë të detajuar të performancës së klubit të futbollit, siç e ka parashikuar dhe trajnerët bashkë me futbollistët edhe tek objektivat e tyre në kontratë. Kryeministri Edi Rama prezantoi të dhënat për buxhetin për artin, kulturën dhe trashëgiminë kulturore që është rritur me 45% krahasuar me vitin 2024. Në aktivitetin Hengart, Kryeministri Edi Rama prezantoi të dhënat për buxhetin për artin, kulturën dhe trashëgiminë kulturore, e cila është rritur me 45% krahasuar me vitin 2024. Rama u shpreh se po punohet për një sër skemash të reja në shërbim të artistëve. Ambicia jonë është të rrisim në mënyrë të konsiderueshme vit pas viti burimet për kulturën dhe pjesë e këtij qëllimi është edhe vetë organizimi i ri i ministrisë. Ne kemi rritur ndjeshëm buxhetin, jemi duke punuar edhe për një sër skemash të reja, të cilat besojmë do t'i vinë në shërbim njerëzve të kulturës. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha, që deklaroi se risi është fondi i rjetëzimit të art kulturës. Viti 2025 si rjedhoj, do sjell 3500 evente nga skena e pavarur artistike, institucionet e artit dhe kulturës, po i bashkoj prapë gjitha, javët ndërkombëtare të kulturës dhe shtojmë dhe ditët kulturore shqiptare jashtë. Risimi e rëndësishëm është dhe fondi i rrjedhimit të art kulturës për 3 vjeçarin 2025-2027 i buxhetuar nga Meki në vlerën 6 milionë euro të tjera për ndërhyrje në objekte trashëgimie, monumente kulturore private e publike, qendrore dhe vendore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përkujtoi sot në Shkodër martirët e 2 prillit, të cilët humbën jetën në ngjarjen tragjike të vitit 1991. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sot në Shkodër nderoi martirët e 2 prillit, Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu, Besnik Çeka, që dhanë jetën për votën e lirë dhe pluralizmin në ngjarjen tragjike të vitit 1991. Jemi këtu për të shprehur nderimin ton me thellë,
mirënjohjen më të pakufishme për martirët e votës së lirë, herojt e vërtet të Shkodrës dhe të mbarë Shqipërisë, Arben Brocin, themelues i pluralizmit dhe Partisë Demokratike, Bujar Bishanakun, aktivist i shquar, Nazmi Kryeziun, aktivist i shquar i Partisë Demokratike dhe Bestik Cekën, aktivist i shquar i kësaj partie. Por ne nderojmë gjithashtu edhe 87 qytetarë të Shkodrës që u plagosën atë ditë masakre, të cilën Shkodra nuk e kishte regjistruar ndonjëherë në kohrat e reja, në memorien e saj. Me 2 prill të vitit 1991, diktatori i fundit stalinist në Europë, Ramiz Alia, i cili kishte pranuar zgjedhjet pluraliste, vendosi të festoj fitoren e grabitur në Shqipëri të zgjedhjeve me gjakun e trive të Shkodrës, në motivin se pushteti do gjak, se pushteti vjen nga gjaku. Gjakësorë si që ishin, ata dëshmuan Shkodrës dhe Shqipërisë se si pushtues të brendshëm nuk dallonin as pak nga pushtuesit tjerë. Madje kishin pabesi dhe mizori në shpirtin e tyre, nuk nguruan të lajnë në gjak këtë qytet të bekur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi printimin e fletëve të votimit që do të mbyllet më 10 prill për 3.7 milion votues. Ka nisur printimi i fletëve të votimit për zgjedhjet e 11 maj 2025, proces i cili do të mbyllet deri në 8 prill për votuesit nga jashtë e maksimumi në datën 10 për të gjithë qytetarët shqiptar me të drejtë vote brenda vendit. Kryetari i KQZ-s Ilirian Celibashi tregoi edhe afatet se kur do të nisë dërgimi i fletëve të votimit për diasporën. Kemi filluar me printimin e fletëve të votimit për jashtë vendit dhe besoj që midis datave 7 dhe 8 do t'i kemi këtu fletët e votimit për votimin nga jashtë dhe midis datës 8, 9 dhe 10 do të fillojmë përgatitjen e zarfave dhe gjithë dokumentacionit tjetër i cili do të dërgohet votuesve jashtë vendit, duke shpresuar që gjithë ky proces të realizohet brenda datës 15 ose 17 prill në afatin më maksimal. Emigrantët do të kenë 3-4 ditë kohë për plotësimin e fletës së votimit dhe kthimin e saj në KQZ. Gjithashtu e përmendi edhe kandidatët që mund të japin dorëheqjen nga listat, duke thënë se nëse dorëheqja ka shkuar pas miratimit të listave përfundimtare, emri i tyre do të jetë në fletën e votimit. Sipas Celibashit, ka nisur rekrutimi i qytetarëve që do të merren me pajisjet e identifikimit elektronik, por edhe me ato të votimit. Arrestohen në Kosovë aktivistët e iniciativës Asnjë Cent më shumë që protestuan për rritjen e energjisë elektrike. Arrestohen disa persona nga iniciativa Asnjë Cent më shumë që organizuan protestën kundër shtrëngtimit të energjisë elektrike, duke bllokuar zyrat e rregullatorit për energjinë ZRRS në Prishtinë mëngjesin e sotëm. Policia raporton se ka ndaluar 12 aktivistë me argumentin se këta persona kanë mbajtur një tubim të paparalajmëruar, kanë shpërfillur urdhrat e zyrtarëve policor dhe kanë penguar disa zyrtarë të hyjnë në zyrat e tyre. ZRRE-ja ka paralajmëruar se nga muaji prill faturat e energjisë elektrike mund të rriten me 15%. Aktualisht për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kWh brenda një muaji, çmimi i rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kilowatt. Në rast të shtrëngtimit për 15%, ata do të paguanin 8.96 cent.
ZRRE-ja i shqyrton dhe cakton tarifat e energjisë elektrike çdo vit dhe ato janë në fuqi nga 1 prilli deri më 31 mars të vitit pasues. Sipas entit rregullator, rritja e tarifave këtë vit është e domosdoshme për shkak të uljes së prodhimit të energjisë, rritjes së konsumit dhe varësisë së madhe nga importet me çmime të larta. Kosova nuk mund të sigurojë energjinë e nevojshme për mbi 1.6 milion banorët e saj vetëm me prodhimin nga Korporata Energjetike e Kosovës. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.